Duke qenë se i përmend edhe pacientit, pra në anën tjetër pacientit janë të ndikuar nga kjo dhe prekën direkt me këtë që po ndodh. Si e komentoni, cila është poshtë zgjidhja e tyre duke qenë që po ka mungesë edhe në institucionet publike, private edhe tjera shëndetësore? Kjo nuk ka pas nevojë të vi kjo situatë, sepse nuk kemi pasur për ta zbuluar ujin e nxehtë. Vetëm ne si shtet dhe Bielorusia nuk i kemi të rregulluar çmimin e barnave. Mirë po, ky formati që mund duke menduar se mund të përfitoj për fushat personale, elektorale, e ka ardhur para një mendësi e tillë e ka pru këtë situatë. Që pacienti me shku barnat esenciale, nuk po flasim barnat që janë për më të komplikuara, flasim barnat esenciale sikur glukoza, nacel. Pse të vi një gjë e tillë, kur një koordinim me komunitetin farmaceutik që janë zbatuesit të këtij ligji, një bashkëpunim, një komunikim, një takim, asnjë lloj takimi. Edhe pikërisht për këto edhe ka ardhur kjo situatë e tillë, e cila vazhdimisht ende kemi ankesat, pra jo vetëm prej qytetarëve, prej farmacistëve, prej barnatorëve, kemi ankesat edhe prej të gjithë profesionistëve të tjerë shëndetësor, sepse përveç që është ankesë për mungesë të barnave, kemi ankesë edhe mos furnizim nga depot farmaceutike të cilat nuk i furnizojnë barnatorët për shkak të këtij formati të gutshëm dhe të gabuar apo dhe të kundërligjshëm nga Ministri i Shëndetësisë.